Keni dhimbje veshi, kjo recetë natyrale është shpëtimi juaj. Dhimbja e veshit është një nga më të padurueshme që trupi i njeriut përballon. Nganjëherë është mirë që të provoni disa mënyra natyrale të tjera për të ndalur dhimbjen përveç se me ilaçe. Limoni është një përbërës që ndihmon shumë në këtë gjë. Si të veproni? Për të lehtësuar dhimbje dhe për të dezinfektuar veshët nga ndotësit e ndryshëm që janë grumbulluar brenda tij, shtrydhni limon, lyeni një copë pambuku dhe përdoreni atë për të pastruar butësisht kanalin e veshit. Limonët punojnë gjithashtu si një mjet i shkëlqyer tepër efektiv për infeksionet bakteriale të veshëve për shkak të pranisë të acidit citrik, i cili gjithashtu përdoret në shumë ilaçe industriale dhe njëkohësisht arrin që të pengojë edhe zhvillimin e infeksioneve bakteriale në tërësi.